E pra, ne vim nga Kosova, unë dhe shoqja ime pranvera. Herën e parë kur kemi ndëgjuar për klinikën Fesko, në vërtet ne ishim në kërkim të një klinike, cila do ta mësonte të kemi edhe një fëmijë, sepse ne kemi 4 fëmijë, 4 vajza, dhe mirë po kishim atë ndjenjen që kemi mungesë të djalit dhe kishim ndjenjen e asaj zbrastirës, dhe dëshirojmë ta kompletonim familjen kështu, si të them, jemi komplet me vajza dhe djem. Ishim në një vend tjetër, vitin 2020, provuam atje, aty nuk mund të bënim asgjë. E lam një kohë, pastaj kërkuam me internet, ndëgjuam për klinikën Fesko, ram në kontakt, mora numrin e telefonit me koordinatorën Kristina Spari, bisedu në Zoom, WhatsApp, me përkthyes me zi, dhe menduam dhe menduam ta provojmë edhe këtu. Pastaj vitin e kaluar, në 2024 në gusht, unë kam marrë për e parë, isha në Kiev, në kryeqytetin e Ukrainës, aty kam qëndruar një javë ditë, kam bërë analizat, kam bërë kontrollet dhe jemi kthyer. Për pyetjen tjetër, arsyeja pse ju kam drejtu klinikës Fesko, thashë edhe më parë, dëshira për të pasur atë një djalë që ta kompletojmë familjen kështu, ta mbushim atë zbrastirën e cila ka qenë, cilën ne e ndjenim, dhe tham hajde ta provojmë këtu. Jo, nuk kemi pas frikë, nuk kemi pas kurfar dyshime, thjesht kemi dashur edhe këtë klinikë ta provojmë, parasysh ishim në një shtet tjetër më herët, tregova. Jo, nuk kam pas kurfar ndryshimi sa përket përshtypjes sa përket ekipës së klinikës Fesko. Kur kam shkuar për herë të parë, më ka pëlqyer këtu ambienti, më ka pëlqyer sjellja, mirëpritja, si ta them, dhe as pak nuk kam pas dyshim se jo, nuk kam pas vështirë, nuk ka qenë hera parë për me ardhur këtu. Unë kam lexuar për Ukrainën, jam interesuar për situatën, edhe në 2024 ka pas luftë, thjesht ndoshta pak nga përvoja ime, se edhe ne në Ballkan kemi pas luftë, kështu që lufta për mua nuk ka qenë që problem. Mirë po edhe shumë mirë kemi kalu, nuk kemi pas kurfar problemi sa përket kësaj pyetje. Jo, nuk e kam ditur historinë e klinikës, sa përket se sa vjet ka përvojë punë kjo klinikë. Nuk e kam ditur, thjesht kam marrë ta provoj dhe edhe për fatin ton gjithçka shkoi mirë, tani kemi djalin, jemi shumë të lumtur dhe vazhdojmë tutje. Se përket kësaj pyetjes se çka është të mbetet në kujtesë me ekipin e koordinatorëve, çfarë them, të gjithë kanë qenë të buzëqeshtë, të mirë na kanë pritur në çdo, na kanë ndihmuar në çdo mënyrë, si në strehim, si në banim, si në letra, si në rregullimin e letrave dhe në gjitha. Kemi një ekip shumë të aftë, çka të them tjetër. Sa përket luftës në Ukrainë, jo, frikë nuk kam pasur. Gjithmonë kam pas ndjenjen e sigurisë, nuk jam friksuar nga asgjë dhe gjithçka ka shkuar mirë. Po, jam ndjerë si në shtëpinë time, kam ndjerë i sigurt, më thotë, një javë kam qenë herën e parë në Kiev, në hotelin Favor, aty kanë qenë shumë korrekt, shumë mirë, nuk kam pas kurrë probleme, si krejt ka qenë në rregull. Jo, nuk ka pasur nevojë që ekipi i klinikës të më këshilloj për diçka, sepse unë do pak jam i rritur dhe nuk kam ndjerë kurfar frikës, kam pas nevojë për si lloj këshilla, sepse jam ndjerë i sigurt. Se përket hapave për rregullimin e letrave, çdo gjë ka qenë e qartë, çdo gjë ka qenë e qartë dhe ashtu si më kanë thënë, ashtu edhe më ka dalë.
sa përket letër. Jo, nuk ka pas momente të vështira, gjithmonë ka qenë me mirë kuptim, gjithmonë ka qenë me marrëveshje dhe çdo gjë ka shkuar në rregull. Banesa ka qenë ashtu siç po themi, banesa është e mirë, rregulluar, e re, dhe ne quajmë këtu ta mirëmbajmë dhe sa përket kushteve në banesë janë perfekt. Sa përket procesit të qëndrimit tonë në Çernivci, ka të them, çdo gjë në rregull, kur problem, s'kem pas asnjë problem. Qyteti, kisha thënë rrugë ti ndresh një pak. Qyteti pjesa vjetër, me atë kaldrëmin, me ato kockat, me ato guret, nuk më pëlqen, duhet të investohet shumë në rrugë. Sa përket ekipit mjekësor, në rregull ka qenë, edhe në spital, nuk kem pas problem, çdo gjë ka shkuar mirë, dhe s'kam kurfar kritike diçka që kem ndonjë kritik negative, çdo gjë ka qenë në nivou pozitive, ta them kështu. Koha nga shtatzania deri në momentin e lindjes më ka dukur pak si gjatë. Gjithmonë kem menduar, kryesoria ke menduar që fëmia të lindë shëndosh, mos ketë diçka anomali, diçka mos them, si ta shpjegoj, dhe çdo që fëmia, kryesoria të jetë shëndosh, edhe ky ka qenë mas shumti ajo brenda ime se si do të jetë, si do të jetë lindja. Përket emocioneve, takimit tim me fëmijën, kanë qenë emocione shumë të papërshkrume. Ishim prisnin të kemi këtë djalë dhe nuk di si ta them, ishim shumë të lumtur. Po, kam atë ndjenjen se ky ka qenë zgjedhja ime e vërtet dhe e pagabueshme. Po, dhe ju bëj thirrje të gjithë atyreve që nuk kanë fëmijë ose kanë probleme me shtatzani, le të vinë lirisht ta vizitojnë klinikën e profesorit Fisko, dhe jam i bindur se nuk do të zgjedhjeni, përkundrazi do t'jeni shumë të lumtur.